Me që po flitet për gjinit, si mund të kërkoj njeriu ndryshim të identitetit gjinor, kur kjo përbën ndryshim të natyrës së krijimit? Allahu subhanahu wa taala ka krijuar mashkullin dhe femrën. Dhe po të mendoj njeriu mbi faktin e krijimit të mashkullit dhe të femrës, e kupton që ka një krijues që ka paracaktuar gjërat dhe me vullnetin e tij ka krijuar mashkullin dhe femrën dhe me dijen e tij, me fuqinë e tij, me vullnetin e tij, me urtësinë e tij dhe me mëshirën e tij, i ka dhënë njeriut ndjenjat si mashkullit dhe femrës. Sepse atyre që kanë sajuar, domethënë këtë teorinë e barozisë gjinore, edhe që nxisin veset e ulta dhe punët e turpshme në shoqëri, janë ateist, janë deist, janë njerëz, domethënë njerëz që s'besojnë Zot ose njerëz të pa fe, njerëz që nuk besojnë profecinë dhe nuk i besojnë librat hyjnor. Ne do të bënim pyetje këtyre njerëzve. Në qoftë se mashkulli dhe femra, pra krijimi i dy gjinive, në qoftë se kjo ka ardhur rastësisht dhe s'ka një projekt, nuk ka një krijues që i ka paracaktuar, atëherë si u realizuar diçka e tillë, sepse natyra nuk ka intelekt, natyra nuk ka dieni. Natyra gurët, pemët, sendet që s'kan jetë. Atëherë si arriti natyra që të sillte në jetë mashkullin dhe femrën? Kjo tregon paracaktim. Ku e dinte natyra se duhej mashkull dhe femra për riprodhimin e qenieve të gjalla, për vazhdimin e jetës? E dyta, hajtë se po e pranojmë se mashkulli u bën rastësisht sipas teorisë rrem të evolucionit. Por ku e dinte natyra se natyra nuk ka intelekt, se mashkullit i duhet femër që të vazhdojë jeta, të riprodhohen qeniet e gjalla? Po si arriti natyra të projektonte qenie me ndjenja, mëshirë, qetësi, dashuri? Patjetër ka një krijues që ne ka dhënë ndjenjat, dëshirën, mëshirën, gjitha këto. Kështu që përderisa është logjike që ka një krijues dhe ky krijues ka zbritur libra, ka vendosur ligje. Ky krijues na ka dhënë, domethënë na ka krijuar mashkull dhe femër. Gjini mashkullore, gjini femërore. Atëherë ne duhet pranojmë ligjet e krijuesit. Ne duhet ta bëjmë jetën sipas asaj që ka thënë krijuesi. Dhe ne duhet i luftojmë ato vese dhe ato gjëra që i ka ndaluar krijuesi i gjithësisë. Kështu që kjo teori, domethënë përpjekja për ndryshimin e gjinisë njeriut, bie ndesh me të vërtetat. Të vërtetën e krijimit. Allahu subhanahu wa taala ka krijuar mashkullin për femrën, ka krijuar dy gjinit. Aparati mashkullor për aparatin femëror, dhe aparati femëror për aparatin mashkullor. Vetëm kështu mund të zhvillohet jeta. Vetëm kështu mund të riprodhohen qeniet e gjalla. Nuk ka mënyrë tjetër. Kjo është mënyra që ka përcaktuar krijuesi. Kështu që këta njerëz janë kundërshtim me krijuesin, janë kundërshtim me logjikën, janë kundërshtim me historinë njerëzore, janë kundërshtim me proceset e natyrshme biologjike që ne ka caktuar Allahu, ne ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Këta janë kundërshtim me zhvillimin e jetës, janë kundërshtim me moralin. Kështu që këta janë vërtet rrezik i madh për njerëzimin. Nuk mund të pranohen gjëra të tilla. Si këto pyetje që unë i bëra, domethënë që në fillim mjafton për të rrëzuar këtë lloj pretendimesh. Janë kundërshtim me krijuesin këta, me natyrën që na ka dhënë Allahu i lartësuar si krijesa, me gjinit që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, mashkull dhe femër. Natyrën, orientimin që na ka dhënë krijuesi. Këta stimulojnë vesin, amoralitetin, perversitetin, punë të këqija.